Çifti më i dashur i publikut shqiptar, Kiara Tito dhe Luis Eili, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes me çdo paraqitje të tyre. Të dy kanë krijuar një marrëdhënie të sinqertë e të bukur me ndjekësit, duke ndarë jo vetëm momente familjare dhe emocionale, por edhe çaste spontane që tregojnë anën e tyre më reale, më njerëzore. Në çdo postim të Kiarës, ndjekësit mezi i presin jo vetëm stilin dhe hijeshin e saj, por edhe ndonjë koment me humor nga Luisi, që gjithmonë arrin të sjellë buzëqeshje e gjallëri në rrjet. Këtë herë, Kiara ka ndarë një video ku tregon rutinën e saj të thjeshtë të bukurisë, duke përshkruar mënyrën se si arrin një pamje natyrale, të freskët dhe elegante me shumë pak produkte. Videoja është pritur me shumë dashuri nga fansat e saj, të cilët vazhdojnë ta komplimentojnë për stilin e saj të thjeshtë, për natyrshmërinë dhe për energjinë që përçon. Por, ajo që ka marrë më shumë vëmendje, ka qenë padyshim komenti i Luisit. I njohur për humorin e tij të papritur dhe të goditur, Luisi ka komentuar: "Akoma me kapkat të 2024 moj gru? Dhe pash zotin pse ja merr unazat e lirës? U bë hera e dytë apo është ndonjë trend i fundit?" Një koment që ka shkaktuar menjëherë të qeshura dhe reagime masive në rrjet. E natyrshme dhe plot sportivitet, Kiara i është përgjigjur menjëherë: "A ka mundësi të mos më vesh në dukje që harrova ta pres videon në fund?" Rri urtë, duke dëshmuar edhe një herë lidhjen plot harmoni e batuta të sinqerta që i karakterizon. Ky shkëmbim i ëmbël dhe plot humor mes tyre është bërë menjëherë viral, duke u komentuar nga ndjekësit si një nga momentet më gazmore dhe autentike të çiftit. Ata vazhdojnë të jenë shembulli më i bukur i një marrëdhënieje që ndërtohet mbi dashuri, miqësi dhe shumë qeshje, dhe kjo është arsyeja pse publiku shqiptar i ka kaq për zemër.